nuk po trashëgohet e plot siç na u dha. Pra, një qytet ku nuk ka asnjë mundësi targetohet një fëmijë aty, ose ti është një muze. Hale është o burrë, është një qytet shojnë art atje. Po, në Veneca është muzej. Po se krahason se ka kulturë brenda. Po jo pra tash, domethënë infrastruktura. Si ta krahason po ti çdo gjë që është jashtë Shqipërisë e pëlqen më shumë kjo dihet. Personale, shiko, mundohem të bëj dhe Venecia është Eliton, s'du me e marr personale. Jo, ti mendon se Shqipëria është më e bukur? Po jo, personale kemi gjithë. Mos të marrim personale, pikërisht, ti ke atë shije ose atë preferencë, është okay, unë respektoj. Kam një shije me ty. Po mundohem të them disa gjëra vërtet si ty, po duke parë nga një opsion tjetër. Po s'është under construction, mërti, se kur ndërton një muze, më fal, kryeministri pretendon që po ndërtohen, aty po ndërton kulla oligarkësh, ku nuk shkon asnjë ndark për publiken. Fare. Edhe ato resortet janë gjitha si janë geto, si varreza masive, ku nuk ka komunitet jashtë në këtë gjithë. Si? Nuk e asnjë presje në këtë gjithë. Po një minutë. Atë për çfarë mburret kryeministri? Për çfarë i jep zonat? Unë nuk e di. U von. Shiko, mora vesh tani pylli i sodës. Iku pylli i sodës, u shit me gjithë zonën pregëtitare. Jo më akoma se sot kalova. Pas një video që policia kishte zbarkuar dhe po prezente pushuesi thot tani kjo është e shitur. E pash para 20 minutash. Kjo është tokë e shitur, është private, largohuni. Me dhun, video. Pra, du të themi gjë, këto gjëra, unë s'kam pa një vend në botë që ka shit një segment nga deti vetë, kam bredh në plazhet më mitike franceze, shkon ku dush, në Belgjik, shkon ku dush, në Kin nuk shitet asgjë, Enver Hoxha nuk shiti asnjë centimetër det, i la publike, ku ka një vend që kanë këto private, çfarë janë këto? Në Korfuz ka plot. Po në Korfuz kam qenë, e kam shëtit gjithë Korfuzin. Po kam qenë edhe tjerë, ka plot, private janë, shumica. Cilat, plazhet? Po ti mos merr atë gjë, po Korfuzi është plazh publike. Tani, ore, ka shumë Greqia, që normale ka publike. Po që me kompleti pa informuar. Plazhet më të bukura në Korfuz janë publike. E ke seriozisht nuk ka domethënë Korfuzi rezorte private. Greku ka ligj. Po çfarë po mësuam? Jo se ka bim, si ka private. I ka rezort, ato pak rezorte që ka Korfuzi, ka ato pak, i ka me qira, ndërkohë i gjithë Korfuzi dhe ata pasanikët që kanë bërë shtëpit, vija bregdetare është e hapur për popullin që shkojë të lahet. Korfuzi. Unë shkoj çdo 2 javë. Kam qenë në vende si Saint-Tropez. Nuk ka private, ka me qira. Ka me qira vetëm disa rezorte të vogla.